Ja, prindërit, jashtë parë. Duhet qyteti heshtru për ndjesive që krijohen. Hello miq, kemi kopa u parë me vlogjet të gjata. Misteri dhe një tjetër vlog, këto janë vlogjet e mia të preferuara. Jemi duke u nisur për pushime në Malta. Do kalojmë shumë ditë bashkë. Kemi ardhur kështu, shpejt si tornado, se dihet sa mblodhëm gjithë shtëpinë, mblodhëm vete, mblodhëm gjithë gjërat. Por ja ku jemi, po bëjmë një ndalesë tek banka shpejt dhe do shkojmë të bëjmë kalimin e kontrollave të pasaportës e tjerë. Baton e zëri gjumi, unë jam munduar ta mbaj zgjuar që flinte në avion, por që nuk duroj dot. Na soti vllai me makinë, për mos të më talon makinën këtu një javë 8 ditë kështu. Dhe kaq, mezi po pres të shkojmë të shohim Maltën. Nuk kam qenë asnjëherë, prandaj e zgjodha se isha mes të rikthimit sërish në Portugali, sepse dini që na kalën bresa shumë të mira. Por pastaj thash, no, le të shkojmë në një vend të ri. Përshëndesim këtë vajzën te Wizeri që na mirëpriti, nuk e di si e kishte emrin dhe nuk e di nëse ka përpara ndonjëherë këtë vlog, po ishte shumë e sjellshme, shumë e mirë. Bravo. E kaluam të gjitha kontrollet e mundshme. Tani Batolino vazhdon të flej, ishte pak si herë në një moment, u zgju, pastaj ja futi pra të lumit. Në momentin që kalonim ato kontrollin, sa quhet ai kontrolli? Personit, nuk e di, po ja fuskot tani. Skanerin, po. Baton e morëm në krahas, se nuk e linin që të shndronte në karrozë, do të palose karrozën se ta ndajnë në copa e kështu me radhë. Dhe kështu miq, sot si gjithmonë jemi në aeroport pa ngrënë. Kush na ka ndjekur gjithmonë në vlogjet e udhëtimeve, në aeroport vim kështu. Veç me ujë. Kam marrë dhe termosin e batës të ujit, por e zbraza para se të futesha në mënyrë që mos më bënin probleme për sa i përket likuideve. Tani do blejmë një shishe ujit jam mbush, se me siguri do të çohet dhe do kërkoj ujë dhe ka njëri që e mban pastaj. Si përfundim vendosim të ulemi këtu tek Mr. Greek, që është dhe në Teg më duket. Sigurisht këtu janë çmime dy fish i atyre që janë në Tiranë. Morëm diçka për ta bërë share me hekrim, gjithashtu morë edhe ca patate, t'i kem me vete në avion në rast se zgjohet bato dhe ka uri, sepse ai zakonisht hang nga ora 3:30, është mësuar me oraret e qerdhës, kështu që unë këtë javë ja kam mbajtur pak. Ti tregoj. Ja, kjo është kostoja dhe kemi marrë këtë këtu. Falni se fillova. Ky filloi, një kola, një ujë dhe patatet për baton. Të keni pak a shumë ide në rast se vini në aeroport, pak a shumë kuptoni, por mos hajdeni pa ngrënë si puna jo. Provova këtë vajin me xixa, ta quajmë, që është për flokë, për lëkurë, për çdo gjë nga Nyx. Dhe gjithashtu provova dhe këtë Sol de Janeiro, por që ka shumë ëmbël. E freskët e mirë, po është pak e ëmbël, ndërsa kjo më pëlqeu shumë, nuk e di atë duket qartë, lën një butësi edhe ja, këtu duket pak më mirë, lën një xixë të vogël dhe që ka edhe me ngjyrë pak si bronzish. Një efekt shumë i bukur, po mendoja të merrja rollonin, por të shoh do ta mendoj. Ndoshta e blej edhe në Malta te Sephora, nëse ka Sephora se nuk jam interesuar fare. Tregoja Hekrit për këtë dhe më tha Hekrit pse se more dhe u ktheva mbrapsh. Okej, vendosa të marr rollon sepse është më i lehtë aplikimi dhe vendosa të marr këtë xixën bronzish. Të bëve vetë tani me na djovën. I thash Hekrit, po i thash Hekrit çfarë kemi hyrë zyrtarisht në javën që shpenzojmë lekë dhe nuk kursejmë aty o bobos sa shpenzova ose do të kursej, po me që jemi më pushime. Jo, po tentoj e ti me këtë, ishte të i pëlqim, nga se dhja ta marrë, mama
Sillte. Po tani unë e kisha parë për ta bler, po faktikisht tek Duty Free vlen më shumë dhe kishte 27 euro këtu. Gjithsesi ndoshta e njihni si produkt, por do t'ju tregoj kur ta aplikoj, kur ta arrim në Malta më mirë, sepse siç u thash këtu nuk e di a dallohet shumë. Ka dhe një aromë shumë të mirë. Unë e mora rollon që t'jetë më lehtë për t'u aplikuar, mos rritë mere me furça kështu me radhë, por do t'ju tregoj në detaje, pse në rast se do ju interesoj dhe ju. Kishte edhe një nuancë tjetër në tonalitetet më roz, po unë mora këtë si gold, bronzish, që mendoj me nxjerrjen do shkojmë. Jam kurioze të provoj dhe ato opsionet e tjera të Sol de Janeiro. Janë shumë të ëmbla faktikisht, nuk e dia janë shumë tipologjia ime, sidomos tani që nuk jam duke përdorur shumë parfumet për shkak të batos, por edhe ky vaj ka aromë, pavarësisht është e mirë, është e këndshme, nuk është e rëndë. Mirë pra, ne ishim duke drejtuar banjos, por sapo pam që ka filluar boarding i avionit dhe inshallah arrim që të shkojmë banjo pa hyrë në avion, se nuk kam ndërmend të përdor banjën në avionit. Se ta tonë është të shkoncertë, nuk të tjetër është, por është të tjetër. Është të të shkoncertë është të tjetër, është problem. Bende të tjetër. Pa e një nga pëse e të tjetër është të tjetër. është për qanë po tjetër është e garansë. Se këta dinë me na. Së po të e ka për, verës të tjetër. Zyrtarisht kemi në Malta, fluturimi ishte shumë i shkurtër, por vato ndeti shumë keq. Ulëriste gjithë kohës, sepse kishte frikë si duket, nuk e di dhe... Thjesht donte me u lidhë, sa ju nuk donte të lidhej, të vinte rripin e sigurimit, donte të rrinte në krahët e mi, ulëriste si çmendur, domethënë mund kemi qenë ato që na kanë rryer më shumë sot në avion dhe kështu mund të them që ka qenë ora më e keqe ever, nuk e di, po shpresoj në fluturimin e kthimit bato do jetë më mirë. Faktikisht që ç'është e vërteta që në shtëpi dje thoshte që nuk dua t'i kem avion, dua t'i kem me makinë, dhe sigur e bënte prej natë sot. Më bukur është se njohi një fëmijë tjetër, 4 vjeç, që kishte emrin Dielli, ishte një familje e Prishtinës dhe bëri shumë shoqëri me të. Pjesa ku nuk ishte i lidhur e ka lërë shumë mirë sepse luajti, kisha marrë dhe librin me kafshë magnetike dhe le të them në një farë mënyre u kënaq, por pjesa kur qante, kur u lëriste, se nuk bënte të lidhej, ishte pavarësisht se kishte shumë rradhë te kalimi i pasaportave, mbaruan punë shumë shpejt. Mund të them që shërbimi ishte 10 dhjetat. Tani po presim të marrim një nga mjetet e transportit publik që të shkojmë në zonjën në Melja, sepse aty kam rezervuar 3 net, duke qenë se është një zonë ku ka plazhe me rër dhe ndër plazhet më të bukura të ishullit kryesor të Maltës, sepse pastaj pas sa ditësh do ikim dhe në ishullin tjetër. Qa bleve më Batostic? Ta shofi pak mama? Bato po han një nga ato si tip biskotash të hipit që ka marrë të Osmanit para se të nisëshim. Dhe po më thoshte hekri sepse bleu një kola dhe thoshte që ishte 2 euro, në krahasim me Shqipërinë që ishte 4.500 lek, do me thëmë gati 5 euro. Se fola me të vjetra, njerëz jemi pa energji, se Egi ka fjetë në 4 mëngjesit se ka qenë duke punuar për një projekt, kurse unë jam quar në 5 mëngjesit dhe kam fjetë në orën 1 se mbaj mend. Përveç asaj, mund të them që çfarë ndodhi me baton dhe situata dhe nuk e di çfarë më bezdisi shumë, se shija që u bëm dhe problematik për të tjerët në avion. Okej, ja, familja. Drejt Meljas, arritëm që të merrim
autobusi. Autobusi kushtonte 3,50 € personi, ato nuk paguan. Dhe besoj për 1 orë pak do jemi tek hoteli. First impression. First impression, thashtë të përna vinte makina sipër, harrova që jemi nonin tjetër që qenë vjesia. Nga që këtu japin makinës nanin e kundërt, alla ingleze, edhe Hekri mendonte se po na vinin aksident. Harrova si detaj. First impression, i thash Hekrit po më duket pak si Marok, sepse nga tipi arkitekturës, ndërtesa të ulta, të bardha, bezh, harqe, ndërkohë Hekri duke vdekur gjumë. Sot duket do flem që në tet. Ja, kështu them. Këto autobusat pas ka një gjë pozitive, që pas ka ndërtarët shumë të mëdhaja dhe bato zhullon për herën tim dhe po shikon gjithë rrugëtimin drejt hotelit. Sa po erdhëm tek hoteli parë që do qëndrojmë këtu në Malta, që ndodhet në Amelia. Besoj se kështu thuhet, nuk e di eksaktësisht, pas kemi parë shumë të bukur të kishës. Dhe tani t'ju tregoj pak a shumë për 3 net, këtu kemi paguar 400 € dhe t'ju tregoj se çfarë merr me 400 € për 3 net këtu në Malta. Fillojmë me banjon, që ka goxha e madhe. Dhe pas ka gjërat esenciale. Mund bato. Pastaj këtu kemi valixhet. Tani, na kanë dhënë një dhomë me krevate të ndara, nuk e di pse. Dhe problemi është si do flem me Batolino, por që do mendojmë më vonë këtë gjë. Tu kemi një kuzhinë të vogël, ja, ato që po eksperon. Dhe këtu është dhe balkoni. Dhe atje është pjesa e sipërme e qytetit Melia. Dhe atje ka shumë hotele, por për shkak të pozicionit afërsisht me detin, vendosa të zgjedh këtë këtu. Dhe kushtet që kanë shumë herë më të mira live se sa në foto. Dhe këtu nuk është i përfshirë mëngjesi, por Hekri nuk ndodhet tani me ne, sepse duke zbritur kemi harruar të gjitha kapelet që kisha me vete dhe më duhet të bëj edhe disa foto me to. Them drejt më mërzita pak, po mundohem të mbaj pak veten. Kemi kontaktuar shërbimin e klientit dhe tani do shohem nëse arrim ta rikuperojmë sot, por sot është të shtunë, kështu është pak vështirë. Po bato nxorë gjithë koshat e motorinave. Megjithatë uroj që mëngjes do ketë dritë më të mirë, sepse tani është pak errësirë, sepse erdhi sunseti, është ora 7:30. Dhe kështu shpresoj të zgjidhet kjo problemi, nuk e di sot ka qenë një ditë e çuditshme. Përveç kësaj, gjeni, kujt i ka ardhur cikli, o zot ju kam thënë që sa herë dal, sa herë bëj diçka, qëllon fiks me ditën. Nëse. Na kanë humbë 2. Po ato 2 ishin të xhambos, kështu që kurse këto gjitha të tjerat, Hekri është laporisht sepse është bërë sopë edhe më tha, edhe do na tregoj se si ka arritur. Kjo është kapela tjetër, po këtë e kisha. Dhe tani do t'ju tregoj këto tjera në ditët në vijim. I kam marrë të reja, janë shumë bukura dhe isha shumë mërzitur edhe nuk e di fati. Isha shumë e mërzitur. I dhe që nuk du më, ka njësë shumë keq ki pushimi, dua t'iki. Ja si duket hoteli. Ka një bar poshtë, restorant, spa, gym, çdo gjë të nevojshme. Ju thash që në Booking duke pak më i vjetër, por realisht është shumë herë më i ri, live, shumë i pastër dhe perfekt. Madje kjo zonja recepcion na dha udhëzimin që arritëm të merrem kapelet, se ndryshe duhet të pristim deri të hënën. Pavarësisht se ai zotëria, shoferi i autobusit i kishte futur në një si tip kasaforte ku mbaheshin lost and found, këto sendet e humbura kështu, nuk më besohet që arrita t'i gjej.
Kapelet janë të një dyqani që ju tregova në Instagram dje, që isha shumë entuziaste, që kisha shkuar më në fund. All Seasons Hat by Esmeralda. I prodhojnë të gjitha në Itali dhe kanë cilësi premium dhe Panama, nuk e keni idenë, domethënë. Do t'ju shpjegoj në ditët në vazhdim, do t'ju tregoj sepse unë jam shumë apasionuar për kapelet dhe u mërzita shumë sepse kisha menduar dhe disa veshje që do krijoja me ato kapelet. Nuk e di. Domethënë Hekri ka bërë herojnë në këtë rast, sepse ishte bërë qull, nuk e di sa ka vrapuar, derisa ka shkuar te stacioni, por vazhdoj ta them që njerëzit këtu në Malta janë shumë të sjellshëm. Kurse ne shqiptarët jemi si harbuta, nuk e di, domethënë vihet resh me një herë diferenca. Ja heroi i sotshëm. Kemë bënë fajtur. Hamore. By the way, kemi një problem këtu në Malta që janë priza angleze, kështu, dhe nuk bëjnë tona, duhet marrim një. Hajde baba, po të thotë. Mrapsht po më shkon jeta. Amre. Po, këtu çdo gjë kundërtën, po nështë më mirë, po ta shkon mua. Kështu, për mësyshin, si gjithmonë. Sa u gëzu ajo. Po, i thash asajt, falteje thash. Po e theja Hekrit që pas ka turista, por nuk pas ka dyndje masive. Një nga arsye pse kam zgjedhur lokalitetin e Melias për që të qëndruar ditët e para, është fakti se ka një nga plazhin më të madh me rër në Maltë dhe është afër plazheve më të bukura me rër në Maltë, gjë që ishte komode për ne që kemi fëmijë, se duhet kuptoni që Malta pjesën më të madhe e ka me shkëmbi. Shumë bukur, mund të hidhi nga shkëmbinjt, pamje, det blu, çdo gjë, por nga ana tjetër bëhet problem për fëmijët. Hekri po më tregon fatin dhe se si ka shkuar, ka arritur gjë stacionin, ka ndaluar një nga ato të njëjtët autobuse që kishim marrë ne dhe i ka thënë, po, të aeroportit i ka thënë të lutem, a mund ta kontaktosh këtë kolegun tënd, sepse kam harruar. Po, kishim mbrojtur dhe biletat dhe i kishte thënë ai s'kam nevojë ta kontaktoj fare sepse po vjen mbrast meje. Dhe kështu. Erdhi ai njëjti, sa ka hap atë, tha let me guess. Your hat, se don. Pash opa, nuk pat nevojë me folë. Dak, fix. Se shive ku erdhëm tani, shive çapanë. Dak. Këtu është beach clubi dhe vibe që ka shumë i bukur. Thjesht neve jemi me këtë beach clubin ton. Po. Shëzlon. Shumë thjesht, qillosur edhe kështu. Sa shkruka atë? Çfarë shkruan? Kalohen shishat me shikzjarre dhe... Okej, po nuk është e vërtetë se sa zbritëm nga aeroporti, nga avioni, kishte sa fikë zjarre ditën dhe thash vetë edhe këto si shqipet. Këtu vazhdon shëtitoria. Melja është një qytet shumë piktoresk, sepse ka pamje fantastike mbi det, dhe vetë qyteti është i ndërtuar në si kodër. Ju tregova katedralen që shikohet nga dhoma e hotelit, por duhet kuptoni që më përpara nuk ka qenë shumë e populluar për shkak se vinin shumë piratët dhe nuk ka pas shumë banor këtu. Pastaj gjatë luftës botërore njerëzit janë fshehur në disa si tunele, me sa kuptova që akoma vizitohen dhe sot, nuk besoj se do i vizitoj. Unë ju tregova që në fillim që për mua është opsioni më i mirë për ne që kërkonim një pushim pak më të drejtuar rreth familjes, qetësisë dhe fëmijës, edhe humbjes së kapeleve, thot Hekri. Edhe pse megjithatë ne do lëvizim dhe do t'i tregoj edhe në vazhdimsi gjitha zona që të shkojmë.
Madje do shkojmë pas edhe në një zonë më të populluar, sigurisht. Shpresoj që mos na dali për hundësh ky pushim, me që fillimi ishte bombastik. Dhe kaq. Hekri Maroj ka vrapu, ka djeg. Dhe tani dolëm të shohem diçka që mund të ham sot, se jemi kështu thjesht lodhur dhe Bato nuk donte të futej në shtëpi. Bato fjeti dhe ne porositëm disa pica këtu te restoranti. Përveç kësajt, ju thash që hoteli ishte pa mëngjes, na ofruan edhe me një pagesë ekstra mëngjesin dhe vendosëm ta bëjmë në mënyrë që të karikojmë për ditën. Ftohtë. Ja dhe picat, kjo është e Hekrit dhe kjo është e imja. Kanë kushtuar diku tek 20 euro të dyja, e imja më lirë, sepse është thjesht një margarita. E thën kjo, ishte një njësje shumë e çuditshme. Unë bashkova krevatet, si që shihni, dhe hoqa krevatin, divanin krevat që kishim bërë. Po të pëlqen duket. Ja hoqa që të kemi më shumë hapësirë se nuk na duhet se Bato flet me ne. Kështu që ne do shihemi sërish në vlog nesër. Uroni shumë fat. Mbaroj thot Hekri. Smerimi më kështu gjëra është tani vetëm qef. Natën e mirë.